Ka nisur seanca plenare e radhës në Kuvendin e Shqipërisë. Deputetët e Partisë Demokratike kanë hedhur akuza në drejtim të deputetëve të Partisë Socialiste. Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, reagoi ashpër ndaj deklaratave të Tauland Ballës, duke deklaruar se gjykata kushtetuese i theu hundën Ramës. Në fjalën e tij, Bardhi akuzon Ballën për hipokrizi në lidhje me ndarjen e pushteteve dhe jurisprudencën, duke cilësuar si fundin e botës faktin që Balla flet për këto parime. Pas Bardhit, Balla është përmendur në përgjimet e SPAK si person që ka ndërhyrë në çështje që lidhen me pronat të sekuestruara. Të flas për ndarje pushtetesh, njeriu që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i SPAK-ut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi i botës. Dhe këtë e ka bërë parafolës siç ishte këtu, në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njeri që ndërhyn tek prokurori i SPAK-ut dhe merr përsipër të ndërhyjë te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapo së bandës Elbasanit. Është ai atje. Deputetja e Partisë Demokratike Josefina Topalli nga Kuvendi deklaroi se nuk ja priste mendja kurrë se Partia Socialiste do përfundonte me personazhe të tilla, duke ironizuar kështu zëqen e Çaushaj. Topalli tha se kur kishte hyrë për herë të parë në Kuvend, pjesë e Partisë Socialiste ishin Nano, drejtori Agolli, por edhe Namik Dokle. Të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, drejtori Agolli, profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. Nuk mund. Pas ironisë të Josefina Topallit në Kuvend se në dorë të kujt ka rënë Partia Socialiste, vjen edhe reagimi nga deputetja Zëqen e Çaushi. Kjo e fundit pohoi se Topalli duhet t'ia di për nder doktorit që e mori sërish në Partinë Demokratike. E dashur Josefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zheles edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Ndërkohë, kujtojmë që projektligjet dhe ligjet që Partia Socialiste sjell në Kuvend po kalojnë dhe po miratohen me skausit që Partia Demokratike po bën në sallën e Kuvendit.